Hija e pejgamberëve. Një bisedë në kufijtë të imagjinatës nga autori Metin Izeti, interpretoi Bekim Alimi. Kur Balta u bë emër. Një bisedë me Ademin a.s. Është një muzikë i përjetshëm, aty ku koha nuk matet me diell, apo me hënë, por me zemër. Era ka shijen e dritës së parë, dhe unë, një hije e mbërritur vonë në këtë udhkryq të reales dhe të përjetshmes, ulëm pranë tij. Ai më pret. Mjekra e tij si borë e bardhë, sytë si diburime që kanë parë fillimin. Unë dridhem, ai buzëqesh. Unë. O i pari i fjalës, i mësuar me emrat që ne vetëm i pëshpëritim në lutje, a më lejon të pyes? Shpirti im është si një enë prej qelçi që dridhet nga pyetjet. Ademi a.s. Pyet, o biri im i vonshëm. Përgjigja jeton në pyetje, ashtu si drita jeton te agimi. Unë, kur Zoti, lavdia e madhe qoft atij, të mësoj emrat, atë ditë kur melekët u strukën nga habia, çfarë ndodhi me ty në atë çast? Çfarë ndjeu Balta kur u bën fjalë? Ademi a.s. Nuk ishte Balta ajo që mësoi, o biri im. Ishte diçka që Zoti kishte futur në Baltë. Përgjërimi, etja për të. Kur më mësoi emrat, nuk ishte si të mësosh përmend zhgurrët e një lumi. Ishte sikur ai e hapi një dritare në shpirtin tim, dhe unë pash se çdo gjë që ekziston sepse ai e thret me emër. Mësova se emri nuk është një etiketë, por thirrje. Mësova se trëndafili është trëndafil sepse Zoti e do erën e tij. Dhe atëherë, melekët, engjëjt e dritës së pastër, heshtën, sepse ata shihnin krijimin si një pasqyrë, kurse unë pash se krijimi ishte një këngë. Unë, po pastaj erdhi urdhri, për ulja para teje. Si mund të përulej drita para Baltës? Ademi a.s. Ti flet si ata që nuk e kam parë ende fytyrën e dashurisë. Nuk ishte Balta ajo që nderuan, por fryma që Zoti i dha asaj. Dhe kur Iblisi, në errësirën e tij prej gjindit, tha: Unë jam më i mirë se ai, më ke krijuar mua nga zjarri, kurse atë nga Balta. Ai nuk e kuptoi se Zoti nuk kërkon lëndën, por për uljen. Zjarri ngjitet lart, Balta qëndron poshtë, por zemra e njeriut është ajo që Zoti e vendosi në mes. Iblisi pa dy lëndë, unë pash një dashuri, dhe ai ra, jo sepse më refuzoi mua, por sepse refuzoi të shihte me sytë e Zotit. Vetmia e tij filloi atë ditë. Një zjarr pa drum, pa dritë, pa ngrohtësi, vetëm kaq. Pastaj erdhi xheneti dhe pema, dhe ajo përshpëritje. Pse, o ati ynë, pse e dëgjuat atë që nuk duhej? Pse hëngrët atë moll që na kushtoi kaq shtrenjtë? Ademi a.s. O biri im, ti mendon se ishte moll? Jo, ishte një çast harrese. Ishte ai çasti kur njeriu harron se është i varfër dhe mendon se mund të bëhet si Zoti. Pema nuk ishte pengesë, ishte provë e dëgjimit. Shejtani nuk na ofroi frute, na ofroi iluzionin e pavdekësisë dhe të pushtetit. Dhe unë e dëgjova atë iluzion, jo se doja të kundërshtoja, por se një çast dëshira për të qenë më shumë se që më kishte dhënë Zoti më verboi. Ai na tha: Zoti ju andaloi këtë pemë që të mos bëheni engjë dhe të mos bëheni të përjetshëm.
Dhe unë kisha gjithë shka, desha të kem edhe më shumë. A nuk është kjo tragjedia çdo njeriut? Të kesh dhe mos të dish se ke gjithë shka? Havaja, alejha selam. Dhe unë isha aty, bashk. Gabimi nuk ishte vetëm i ti, ishte i të dyve. Ashtu si ishte e përbashkët jeta, i përbashkët ishte edhe mësimi. Zoti nuk na krijoi për të qenë të përsosur, por për të mësuar të kthehemi. Pendimi ynë ishte fjala jonë e parë e vërtet. Atëherë kuptuam se xheneti nuk ishte një kopsht me pemë, por një gjendje ku ti nuk haron Zotin as për një çast. Dhe pastaj zbritët në tokë. Si ishte ajo ditë kur vure këmbën për herë të parë në këtë dhe që na mban? Ademi a.s. Ishte si të zbresësh nga krahërori i nanës në botë. Dritë, për jo ajo dritë. Diell, për jo ai dritëzim. Toka na pranoi si fëmijët e saj të humbur, dhe unë qava, jo për humbjen, por për peshën që ndjeva në zemër. Atje lartë, gjithçka ishte dhuratë, këtë poshtë, gjithçka ishte provë. Atje lartë, unë isha mysafir, këtë poshtë, u bëra bujkë. Dhe mësova se çdo kokër buke që del nga dheu, ka shijen e mundit dhe lotit. Por mësova diçka tjetër. Zoti nuk na dëboi nga zemrimi. Ai na uli këtu si mërgjimtar të dashur, që të mësojmë ta kërkojmë atë në errësirë, jo vetëm ta shohim në dritë. Dhe pastaj lindën fëmijët, dhe njëri prej tyre vriste tjetrin, Kabili e Habili, 2 bijtë e tu. Si e përballoi zemra jote atë plagë të parë? Ademi a.s. Kjo është dhimbja që nuk thahet kur. Dy duar që u ngritën nga i njëjti gjinj, nga i njëjti unë, dhe njëra prej tyre zuri gjakun e tjetrit. Kabili nuk e vrau vllain pse Habili ishte më i keq, e vrau sepse Habili ishte më i mirë. Zoti e pranoi kurbanin e Habilit sepse zemra e tij ishte e pastër, dhe nuk e pranoi atë të Kabilit sepse zemra e tij ishte lidhur pas dheut, pas shumës. Kabili nuk e vrau vllain nga urrëtia, e vrau nga zilia, dhe zilia, o biri im, është zjarri që ha drunë të njohëm. Unë e pasht merren e parë, pasht se si vdekja hyri në botë, jo si fuqi e Zotit, por si zgjedhje e njeriut. Dhe qava 40 ditë, jo vetëm për Habilin që iku, por për Kabilin që mbeti, dhe mori mbi vete peshën e fjalës vrasës. Ajo bëj i pari që e mësoi varrin nga një korp, dhe unë pas se sa rëndë është kur njeriu mëson nga kafsha, si të fsheh trupin e njeriut. A ka shpresë, o aty ynë? Pas gjithë kësaj, a ka shpresë për ne, bijtë tu të vonshëm? Ademi a.s. Shpresa, o biri im, nuk është diçka që vjen pas dëshpërimit. Shpresa është diçka që ishte para çdo gjëje. Kur Zoti na tha, zbritni, do të jeni armiq të njëri tjetrit, dhe për ju në tokë ka qëndrim dhe kënaqësi deri në një kohë. Ai nuk tha deri në fund, ai tha deri në një kohë. Pastaj Ademi prej Zotit të tij pranoi disa fjalë, dhe ai e fali atë. Ai na mësoi fjalët e pendimit. Kjo është shpresa. Jo se nuk bëjmë gabime, por se çdo gabim ka një portë kthimi. Unë rash, u pendova, dhe ai më fali. Kabili vrau, dhe unë nuk pushova së luturit për të. Kjo është historia e njeriut, një rrëzim i pafund dhe një ngritje pafund. Por dora e Zotit është gjithmonë e shtrirë. Ti pyet për shpresën, shiko prapa vetës. Unë kthehem
dhe shoh miliona njerëz si një lum i pafund që vinë, që lutën, që gabojnë, që pendohen, që pusqeshin, që qajnë dhe vuajnë. Dhe mbi të gjitha, një dritë që nuk shuhet. Ademi a.s. Unë jam fillimi i tyre, ti je vazhdimi im, dhe Zoti ynë është fillimi i çdo fillimi, dhe mbarimi i çdo mbarimi. Kthehu te jeta biri im, dhe kur të mundoj dheu, kujto se je krijuar edhe nga fryma, dhe kur të mundoj fryma, kujto se je krijuar edhe nga dheu. Ti je takimi i dy botave, dhe Zoti e do takimin. U largova. Mbrapa meje një kopsht i fjalëve të tij vazhdonte të rritej në heshtje. Dhe unë pash se biseda me të parin e njeriut ishte në të vërtet një bisedë me veten time, të cilën e kisha shtyrë prej kohësh.